Dhe tani jemi me kronikën në Hagës, ku në minutat në vijim ne I ka përthejmë gjitha zhvillimet në dhomat e specializuara të Kosovës, ku ka përfunduar gjykimin ndaj ish presidentit Hashim Thaçi, Kadri Veselit, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqit, dhe po pritet që eventualisht trupi gjykues me 20 korrik të sjellë aktgjykimin në këtë rast, apo do të kërkoj edhe kohë shtesë për kuvendimet e gjykatës speciale. Ndërkaq pikërisht në Hagë, të njëjtën u prezantua raporti I gjetjeve rreth punës së gjykatës speciale nga ekspertët e angazhuar nga avokati I popullit të Kosovës, të cilët vijnë prej Komitetit për të Drejtat e Njerëzit të Anglisë dhe Walesit, organizatë me reputacion të lartë ndërkombëtar në fushën e të drejtave të njerëzit, e cila ishte mandatuar nga institucioni I avokatit të popullit për të kryer një vlerësim të pavarur nga perspektiva e të drejtave të njerëzit. Në konferencë morën pjesë një numër I madh përfaqësuesve të ambasadave të shteteve të ndryshme evropiane dhe vendeve tjera si edhe pjesëmarrës të tjerë të interesuar për çështjet që ndërlidhen me sundimin e ligjit dhe mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Gjatë konferencës, autorët Gus Wascherhoft dhe Lauren Lederle prezantuan gjetjet kryesore të raportit preliminar, përkatësisht prezantuan gjetjet lidhur me strukturën institucionale të gjykatës speciale, gjetjet lidhur me lirimin e përkohshëm, gjetjet lidhur me të drejtën për një gjykatë kompetente të pavarur dhe të njëanshme ose të paanshme të themeluar me ligj, gjetjet lidhur me çështjet e pranueshmërisë së provave dhe gjetjet lidhur me parimin e ligjshmërisë. Pas prezantimit u zhvillua një diskutim I gjerë dhe konstruktiv ndërmjet përfaqësuesve diplomatik dhe ekspertëve që kanë hartuar raportin. Debati u fokusuar në çështjet e ngritura në raport, sfidat e identifikuara dhe rëndësinë e respektimit të standardeve ndërkombëtare të drejtave të njerëzit në funksionimin e institucioneve të drejtësisë. Avokati I popullit të Kosovës, në bashkëpunim me Ambasadën e Republikës së Kosovës në Hagë, organizoi prezantimin e raportit preliminar të pavarur mbi funksionimin e dhomave të specializuara të Kosovës dhe zyrës së prokurorit të specializuar. Me këtë rast, avokati I popullit theksoi se raporti përfaqëson ekskluzivisht analizën, gjetjet dhe rekomandimet e autorëve të tij. Ai nënvizoi se institucioni I avokatit të popullit nuk ka ushtruar asnjë ndikim mbi përmbajtjen e raportit, duke garantuar pavarësinë plot profesionale dhe intelektuale të procesit të vlerësimit. Për diskutimin e së njëjtës që isha prezent në Hagë, do thotë Klan Kosova ishte media e vet me vizive e Republikës së Kosovës që ishte prezent aty gjatë diskutimit të madh, e kam pyetur paraprakisht për përshtypjet të saj edhe ish hetuesen e Tribunalit Ndërkombëtar për ish Jugosllavinë, Ivanka Trump, dhe ndjekim një deklaratë të saj. In The Hague was a very interesting meeting. Why it is interesting? Because the audience was very specific and very appropriate for The Hague. Të njëjtën në Hagë ishte një takim shumë interesant. Pse është interesant? Sepse audienca ishte shumë specifike dhe shumë e përshtatshme për Hagën. Zyrtar ligjor e këshilltar ligjor të ambasadave të mëdha u ftuan për të bërë pyetje ndaj dy autoriteteve të raportit, si dhe ndaj ombudspersonit të Kosovës mbi temat e shkruara në analizën mbi dhomat e specializuara të Kosovës deri tani. Çështja më e rëndësishme ishte këtu. Kush ishte audienca, çfarë lloj pyetjesh ata shtruan dhe faktin se të gjitha ata janë të familiarizuar me përmbajtjen e këtij raporti të ndërmjetëm. Dhe kjo është aq e rëndësishme në pritje të dhënies së aktgjykimit në rastin e Hashim Thaçit dhe të tjerëve. And the fact that they are all now familiarized with the content of this interim report, and this is of course so important in anticipation of the judgments in Hashim Thaçi et al. Case. Avokati I popullit Naim Qelaj është mysafiri jonë në radhës. Mirë se vjen zotri Qelaj. Mirë se gjeta, faleminderit për U takuam në Hagë të njëjtën. Çka janë përshtypjet e juaja 2 ditë pas rreth diskutimit që ishte në kryeqytetin e drejtësisë së botës? Po, mendoj që vetë prezentimi I raportit dhe prezenca autorëve aty, por edhe fjalimet nga unë si avokati I popullit dhe ambasadori I Republikës Kosovës, të zgjuan një interesim shumë të madh tek audienca.
Në fakt, unë e kam prit një interesim të tillë, por jo në përmasa çfarë ishin, ku një numër shumë i madh i shteteve ishin prezent përmes agjencive diplomatike tyre të akredituar në Hagë. Pyetjet që u parashtruan, komentet dhe diskutimi që u zhvillu për brenda 3 orëve sa zgjati krejt ky prezentim, natyrisht tregojnë se sa e domosdoshme dhe sa e nevojshme ka qenë një analizë e tillë. Besoj është analiza e parë dhe vetmja deri tash që është bënë në një format të tillë ku institucionet e Republikës së Kosovës, institucionet e pavarura kushtetuese siç është Avokati i Popullit, kanë angazhuar një autoritet pavarur ndërkombëtar me bën një vlerësim preliminar para prak të krejtë rrjedhës së procedurës gjyqësore në Hagë, por gjithmonë duke pas parasysh ato që ne kemi kërku, pra cilat çështje duhet i trajtojnë dhe mendoj që kemi prek çështjet kruciale, thelbësore, që lidhen me sundimin e ligjit, me drejtësinë, vetëdrejtësinë, por edhe me gjykimin e drejtë dhe të paanshëm në përputhje me standardet evropiane për një drejtësi e cila është e pavarur dhe e cila vendos drejtësi në vend pa e dëmtu dhe pa shkaktu pasoja tjera në raport, edhe me të akuzuarit, por edhe me palë tjera. Ju e theksuat mungesën e gjykatës speciale pa ashtu zyrës së prokurorit të specializuar ndërse kishin ftesa për të ardhur dhe për të dëgjuar nga afër, mbas edhe për t'i bërë pyetje autorëve të raportit nga Komiteti për të Drejtat e Njerëzit në kuadër të Odës së Avokatëve të Anglisë dhe Walesit, që konsiderohet shumë institucion kredibil, sidomos për këtë çështje. Por speciale refuzoi kështu në mënyrë klasike. Çish e konsideroni mosardhjen e tyre? E para mendoj që është e papranueshëm një veprim i tillë, sepse unë çdo herë kur raportet mia i drejtoj autoriteteve të vendit marr një përgjigje. Në këtë rast, unë qysh në dhjetori kam dërguar një shkresë kryetares gjykatës, ajo është e njoftuar me raportin, ka pas ftesën me marrë pjesë. Pra ju e njoftuat paraprakisht? Paraprakisht ka pas ftesën me marrë pjesë në këtë takim ku kanë marrë pjesë një numër shumë i madh, potencu pa është edhe me fotografi shihet një pjesëmarrje e zakonshme e të interesuarve në këtë takim, mirë po ata zgjodhen mas mu përgjigj, edhe në formë të një, themi, injorimi total që i bojnë autoriteteve të Republikës Kosovës, sepse në vazhdimësi kjo është pa, unë edhe në takimet që kam pas me kryetaren, shpesh herë kam potencu që mosbesimi ndaj institucioneve të Kosovës deri në këtë mas, sa mas më kthye dhe përgjigje është një veprim i papranueshëm për vetë faktin se ajo gjykatë është krijuar nga Kosova, është krijuar nga Kosova. Po zakonisht përgjigjet se ata i veprojnë përputhje me standardet, kanë parime shumë të qarta të respektimit drejtave të njerëzit, i përgjigjen, si themi, standardeve të drejtësisë ndërkombëtare, por kur vjen puna për autoritetet e Republikës Kosovës, din me përdorë edhe shprehje sikur ju nuk keni kompetenca, s'keni mandat, nuk keni, si më thënë, fush veprim me vepru edhe mbi gjykatën, dhe në këtë drejtim unë konsideroj që kjo gjykatë është themeluar nga Kosova, por nuk i përgjigjet fare Kosovës. Dhe kjo menoj që është një model i veçantë, nuk ka ndodhur askund në botë. Ka tribunale ndërkombëtare, ka gjykata ad hoc të themeluara për raste të tjera, por gjithmonë ka pas edhe një përfshirje të autoriteteve vendore dhe një përgjegjësi e kompetencë caktuar, spaku me pas një kontroll demokratik mbi gjykatën pa ndërhyrë në punën e gjykatës, sepse gjithmonë drejtësia është pjesë e ndërme e pushtetit. Çka mundi me thonë që kushtimisht është befasi për gjithë ata diplomatë që ishin prezent në Hagë të enjtën, kur kanë dëgju nga vetë autorët e raportit, mbase ideja e marrjes së mirë dokumentacioneve nga Serbia, që konsiderohen si dëshmi paraprakisht, mirë po më vonë nuk dije se si do t'jetë aktgjykimi, apo kishte edhe çështje tjera që kanë të bëjnë sidomos me shkeljet e të drejtave të njerëzit, këto që janë themelore. Mendoj që e para mendoj që ka qenë një fushat e keq informimit e krejt përfaqësive diplomatike nga vetë aktorë që veprojnë gjykatës e rreth gjykatës, sepse nga komunikimet që unë kam pas para se me umaj takimi, kam kuptu që një pjesë e madhe e
edhe vetë autorët kanë qenë skeptik lidhur me qëndrimet e mia dhe të Kosovës në raport me gjykatën, me tendencën që ne jemi kundër gjykatës, ose jemi ata që ne kërkojmë mbylljen e gjykatës. Dhe në fakt, besoj që befasia e parë, që me cilën janë ballafaqur të pranishmet në këtë takim, ka qenë fakti se ne kemi kërkuar respektim të standardeve për gjykim të drejtë, kemi kërkuar fuqizim të gjykatës përmes transparencës, llogaridhënies dhe rritjes së besimit në publik. Ne asnjëherë nuk kemi kërkuar gjykata të mbyllet ose shpallet, si themi, të anullohen si procese. Dhe besoj kjo ka bërë që edhe të pranishmit me mirëprit diskutimin që ne kemi shtru në këtë takim, edhe me qenë edhe të befasum ndoshta me qasjen tonë, sepse ne e kemi bërë qartë, Kosova kërkon drejtësi, ne jemi qytetarë që kemi qenë viktimat krimeve të luftës, edhe natyrisht meritojmë një drejtësi e cila vërtet jep satisfaksionin këtyre viktimave, jo një gjykatë e cila nuk krijon besim publik, e cila nuk është e sigurt nëse respekton standardet e të drejtave të njeriut dhe standardet që Kosova i zbaton jurisdiksionin e vet të drejtësisë, dhe një gjykatë e cila nuk lejon asnjë lloj dileme lidhur me atë se nëse po veprohet me agjenda të mshefta për faktin se fillimisht Jo dyshoni se ka agjenda të fshehura kjo gjykatë? Përderisa ka komunikime interpartës mes palëve, pa prezencën e palëve që janë procedurë, përderisa Kosovës nuk i raportohet në asnjë rrethon edhe asnjë rast lidhur me punën e kësaj gjykate, përderisa raportohet privatisht tek autoritetet e vendeve tjera që janë pjesë e Bashkimit Evropian ose jashtë shteteve tjera, po që janë shtete financuese, atëherë padyshim qytetari i Kosovës mundet me ngrit një dilemë kujt i shërben kjo gjykatë, i shërben drejtësisë apo i shërben qëllimeve të cilat janë të paqarta dhe ne nuk i dimë. E në anën tjetër, çka është më brengose, që besoj u shpërfaq në takim, ishte fakti se gjykata udhëhiqet nga një kryetare, e cila ka një autoritet absolut, edhe në përzgjedhjen e paneleve, edhe në përjashtimin e gjyqtarëve nga panelet. Kjo është shumë e rëndësishme, ideja e mungesës së gjyqtarëve ose gjyqtarëve nga Kosova. Jo vetëm nga Kosova, por edhe të gjyqtarëve, të cilët në fazat caktuar të procedurës kanë shpreh bindje liberale në raport me çështjet që janë ngritur në gjykatë, janë përjashtuar dhe nuk janë përfshirë në procesin gjyqësor. Pra, mungojnë një mekanizëm që kontrollon kërkesat për përjashtimin e gjyqtarit ose kërkesat tjera të vendimarrjes së vetë kryetarës së gjykatës. Pra, gjykata sikur po udhëhiqet nga një person dhe sikur është individualizuar gjithçka brenda saj, pa u hapur për publikun dhe pa kuptuar çfarë po ndodh brenda. Dhe u mendoj që krejt këto çështje, misionet diplomatike duhet t'i dinë, shtetet financuese duhet t'i kenë parasysh, dhe Kosovës nuk duhet mi ofru një zgjidhje për mi mbulut dështimet e një investimit gabume që kanë mund t'i bëjnë, por duhet marrin masa dhe të reflektojnë buxhetet e raporteve që situata në gjykatë të ndryshojnë në raport me respektimin e drejtave të njeriut dhe atyre standardeve që janë minimale dhe që garantojnë një proces të drejtë dhe të panshëm. Avokati ish presidentit Hashim Thaçi Luka Mishetić shkroja ditë pas përfundimit të takimit më shumë se 3 orësh në Hag dhe vërejti se mungojnë organizata kredibile ndërkombëtare siç është Human Rights Watch. Çka mendoni ju, pse po hezitojnë në një farë forme organizatat e tilla me renome, sepse BRC-ja është me renome, po aq sa është edhe Human Rights Watch? U mendoj që është pikërisht kjo pjesa e keqinformimit edhe krijimit të një opinioni publik. Apo sinjale që ndonjë diplomat mund t'ia jap caktueshëm një organizate, për shembull. Unë mund të jenë dyat, por unë mendoj që krijimi i një opinioni publik që kritika kundër gjykatës është tendencë kundër gjykatës ose si me thonë, sulm kundër gjykatës, unë mendoj që është shumë e gabuar, sepse kontrolli demokratik, kritika ndaj sistemit të drejtësisë e ban gjykatën më transparente, më llogaridhënëse dhe më të drejtë, e ban më të besueshëm edhe për vetë publikun. Edhe qëllimi jonë është ky, gjykata duhet hapet, duhet paraqes përgjigje për krejt shqetësimet që i kemi ngrit në vazhdimsi prej vitit 2021, kur unë kam fillu për herë të parë me fol për këtë gjykatë dhe për çështjet që ndërlidhen me drejtat e njeriut, dhe jo të mbyllet, ta shuaj zërin kritik dhe të hesh zërat që janë, si të themi, mbikëqyrje të procesit
proceset gjyqësore që zhvillohen atje e që janë me interes të jashtëzakonshëm për komunitetin ndërkombëtar. A ju duket se ka një heshtje institucionale në Republikën e Kosovës, sidomos që mund të vije nga qeveria, për shkak se Ministria e Drejtësisë fol gjatë gjithë kohës sa po jep shteti për mbrojtjen e 4 të akuzuarve, mirë po s'ka ndonjë nismë më konkrete diçka, për shembull një trup mbikëqyrës i punës. U mendoj që ka qenë një frikë pa justifikueshme e mos reagimit institucional. Ne nuk duhet mu frigu me reagu dhe me qenë kritik ndaj institucioneve që vetë i kryojmë. Natyrisht ne duhet me qenë të kujdesshëm përmes me vepru kundër sistemi i drejtësisë, siç veprojmë shpeshherë në Kosovë, por asnjëherë nuk nuk duhet të ngurrojmë dhe nuk duhet të kemi rezerva në drejtim të qenurit kritik dhe kërkesës për llogaridhënien nga secili institucion, qoftë edhe dhomat e specializuara të gjykatës, sepse bëhet fjalë për jo vetëm për fatin e personave që janë atje, qofshin këta të akuzuar apo viktima, po bëhet fjalë për trashëgiminë historike e juridike që ne kemi mjalon vendit tonë që mundet me qenë një barë jo proporcionale me, si me thonë, kujdesin që ne po e tregojmë, kujdesin po e them në thojza, sepse në fakt ne kemi qenë të heshtur në raport institucionet tonë athuja se asnjë veprim nuk e kanë bërë në drejtim të kërkesës për llogaridhënie të kësaj gjykatën edhe në raport me kontrollin demokratik mbi sistemin e drejtësisë, duke angazhuar organizata prestigjioze ndërkombëtare me reputacion profesionale që mund me bë mbikëqyrje demokratike dhe kontrollin demokratik pa cenu vendimarrjen e gjykatës. Dhe një pyetje kam për fund. Homologu juaj, me thonë ashtu, në kuadër të gjykatës speciale, që është avokat i popullit i Kosovës i dhomave të specializuara të Kosovës me seril në Hagë të Holandës, para disa ditëve qeli një profil të tij në rrjetin X dhe po jep porosi, qysh me thonë, në fund të gjithë procesit, kur po pritet vetëm aktgjykimi i madh. Si e konsideroni punën e ti, ose mos punën e ti, për shkak se shumë thonë që ai s'ka punu fare për të drejtat e njerëzit ose për institucionin në të cilën ai është thirrur? Unë nuk e di çfarë bën ai. Unë kam lexuar raportet e tij që i ka publikuar në faqen e vet gjykatës. Unë më bëj një pyetje publike, kujt i raporton ai? Kujt i jep llogari dhe përgjegjësi? Nuk ka ombudsman të popullit gjykatës, ka ombudsman të popullit. Mund të jetë për drejtësi i Republikës Kosovës, por raportin duhet me dorëzu në Kuvendin e Republikës Kosovës, sepse unë çdo vit me 31 mars dorëzoj një raport mbi gjendjen e drejtave të njerëzit në Kuvendin e Republikës Kosovës. Ndërsa ai raporton gjykatës, dhe mund të them se është kriju kjo monster juridike vetëm për me mohu të kompetencat dhe përgjegjësitë e avokatit popullit, i cili edhe ashtu i ka kompetencat e kufizuar në raport me drejtësinë, sepse ruan balancin mes ndarjes së pushteteve dhe të kontrollit pushtetive pa ndërhyrje në çështje gjyqësore. Pra avokati i popullit në asnjë rrethon nuk ndërhyn në vendimarrjen e gjykatës. Ai vetëm kujdeset që nuk po cënohen dhe nuk po shkilen drejtat njeriu dhe po respektohen ato standarde që Evropa vetë na i ka vendos dhe që në rastin konkret sa duket vetë nuk po i respekton. Faleminderit zotëri Qelaj për kohën. Faleminderit juve.